Në bashkinë Kuçov ka nisur krasitja e pemëve dhe heqja e degëve të thata. Tashmë që ndodhemi në sezonin e dimrit, periudhë kur pemët janë në gjendje qetësie biologjike, Drejtoria e Gjelbërimit së bashku me punonësit e saj ka ndërmarrë një proces në të gjitha parqet dhe rrugët e qytetit. Ndërhyrjet synojnë mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra, rritjen e sigurisë për qytetarët dhe përmirësimin e pamjes urbane. Pamjet i përkasin parkut të pishave pranë bashkisë Kuçov, një nga zonat më të frekuentuara nga fëmijët e të moshuarit. Gjatë këtij procesi po hiqen degët e thara dhe pemët që paraqesin rrezik për kalimtarët, veçanërisht në zonat me frekuentim të lartë. Punonësit e gjelbërimit po punojnë çdo ditë sipas një grafiku të përcaktuar, duke respektuar standardet mjedisorë. Bashkia Kuçov bën me dije se këto ndërhyrje janë pjesë e planit të mirëmbajtjes sezonale dhe që do të vijojnë edhe në muajt në vijim. Qëllimi është krijimi një mjedisi më të sigurt dhe më të gjelbër për komunitetin. Pa lartësisë së pemëve dhe hapësirave të çlotëse, parku i pishave mbetet një nga moshkritë e gjelbërta të qytetit të Naftëtarit, ku çdo ditë fëmijët dhe të moshuarit gjejnë qetësi dhe argëtim.